kohë gjatë është duke bërë përpjekje për më arritë qaj 500.000 votëshi i cili asiguron një qeverisje i vetëm, pa partner koalicioni. Por në këtë situatë ku jemi sot, kjo është totalisht e pamundur të ndodhë, qaj të fitojnë 51% të vota. Nuk ka shansë dhe nuk mund të ndodhë. Sepse qytetarët tashmë janë duke lexuar qartë situatën dhe janë duke i bërë punët e tij që ka bërë për këto 5 vjet qeverisje. Prandaj ai po e bën çdo veprim, madje ka shku aq larg, saqë nëse rastësisht nuk i siguron deputet me votat e veta, është dashur me kamuflu me persona me nacionalitet shqiptar, me kthy në bosnjak për të marrë pjesë në zgjedhje si bosnjak tek partia Vakat. Prandaj, dhe aq larg shkojnë ta për mi manipulu gjanat, për e mujtë me marrë qatë 51% në një formë ose një formë tjetër. Pra, janë gjendje me manipulu komplet sistemin. Pra, janë gjendje që motën e këqylltarës së presidentes Vjosa Osmani, Donika Gërvallës, pra, Ena Krasniqi, Donika Kades, Ena Krasniqi, me kthy me bu bosnjake, por me hinë kuvend me përmes një subjekti Vakat dhe me... Megjithatë ajo u thirrë edhe në lidhjet familjare, prandaj edhe... Sipas informata